Haleluja, Zoti është shumë i mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Mirëmbrëma të bekuar, mirëmbrëma, ju përshëndes. Lavdia i qoftë Zotit, lavdia është e Zotit ton. Vetëm Atij i përket lavdia. Vetëm Zotit ton i përket lavdia. Haleluja. Mirëmbrëma Flora, Zoti të bekoft, paqja e Tij në ty, gëzimi i Zotit në ty, në emrin e Jezus Krishtit dhe Zoti të mbështjell në krahët e Tij. E Ti ta dish që asgjë nuk i shpëton Zotit tant. Asgjë. Mirëmbrëma Marta, lutem në emrin e Jezus Krishtit që paqja e Zotit të mbushi brenda teje dhe rreth e qark teje. Në emrin e Jezusit. Mirëmbrëma Vjolca, gëzimi në Zotin të mbushi jetën tënde. Enkela mirëmbrëma, hap rrugët financiare për ty në emrin e Jezusit. Bekoj financat e tua dhe duke filluar nga kjo javë ta kesh plot e për plot biznesin tënd, të njerëzit të mbajnë radhë edhe ta kesh të gjithë të shitur deri në fund të nëntorit, në emrin e Jezusit. Mirëmbrëma Vera, paqja dhe gëzimi i Zotit në ty. Mirëmbrëma Maria, gëzimi i Zotit në ty. Mirëmbrëma të bekuar, mirëmbrëma Almeida, lutem për shpengimin e familjarëve të tu. Në emrin e Jezus Krishtit, unë thyej dhe pres çdo prang borxhi. Çdo borxh që po mban peng të ardhmen tënde, të thyet fuqia e çdo borxhi dhe çliroj financat e tua. Në emrin e Jezusit. Marinela mirëmbrëma, Kledia mirëmbrëma, mirëmbrëma të bekuarit e Perëndis, mirëmbrëma Nake, mirëmbrëma Edlira, mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni. Suzana mirëmbrëma, mirë se erdhët të bekuarit e Perëndis. Faleminderit që morët kohë që t'jemi bashk. Faleminderit Zotit. Zoti është i mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Faleminderit Zotit që ju vendosët sot do të dëgjoni live-in. Sot lat ato gjërat e tjera, se ju mund të bëni shumë gjëra të tjera. E megjithatë ju vendosët të jeni sonte live. Pra, kjo do të thotë që ju i dhatë më shumë rëndësi një mesazhi që Zoti do t'ju jap sesa gjërave të tjera. Dhe lutem që Perëndia t'i japi zemrës tënde atë që ty të duhet, atë që ti ke nevojë, atë çelësin e duhur për këto kohë, në emrin e Jezusit. Zot, faleminderit për mbështetjen tënde, Zot. Faleminderit Zot që je me ne, faleminderit që je mesi dhe qendra e kishës tonë. Faleminderit Zot që ti je rrenja e kishës tonë. Faleminderit Jezus, ne të adhurojmë ty, ne të falenderojmë ty dhe kisha jote Zot për ulgjunjët e të thot faleminderit. Jezus, ti je në mesin ton dhe neve mblidhemi sot rreth e qark teje. Në emrin e Jezus Krishtit, ne rrethohemi rreth e qark teje dhe themi Zot, ti je zjarri jon ku ne ngrohemi, ti je zjarri jon ku ne marrim forcë, ti je zjarri jon o Zoti i shenjtë që djeg çdo gjë që s'është prej teje, ti je zjarri jon o Perëndi ku ne therrasim dhe të tjerët të vinë të ngrohen. Në emrin e Jezus Krishtit, faleminderit Jezus që kur nuk u mërzite me ne, kur. Faleminderit. Ty të qof lavdia në shekuj të shekujve. Faleminderit për këtë natë, faleminderit për çdo zemër që është sonte live. Faleminderit për çdo njeri që sot është këtu me ne, në emrin e Jezusit. Faleminderit Zot, faleminderit për çdo njërin që është sonte këtu. Faleminderit për Marinelën, për Pranverën, për Verën, për Florën, për Marinën, për Almeidën, për Fitoren, për Enkelën, për Suzanën, për Verën. Faleminderit për Martën, faleminderit për Besën, faleminderit për Natashën. Faleminderit Zot për Edlirën, për Kleidën, për Vjolcën, faleminderit për Violetën, për Frexhrien, për Ardianën, faleminderit Zot për Fredi Gjinën, faleminderit Zot i shenjtë, faleminderit për çdo njërin sot që është live. Faleminderit për Lonën, faleminderit Zot, ty të qof lavdia,
ti e gëzimi jon, Zot, ti e gëzimi jon, o Zot. Faleminderit për Naken, faleminderit Zot i shenjtë për çdo njërin që sonte është live. Haleluja. Zot, faleminderit. Faleminderit. Për Mikelën, në emrin e Jezus Krishtit unë lutem kundër çdo alergjie të mamit tënd. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë godas sot çdo shpirt alergjie që po mban peng shëndetin e mamit tënd. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo alergji, çfarë do lloj emri ka, çdo pasojë e pas Covidit, çdo pasojë nga vaksinat e Covidit, çdo gjë që solli në dritë alergjit në trupin e mamas tënde, të ndaloj tani dhe të largohen në emrin e Jezus Krishtit. Unë shpall çlirimin e mamit tënd, shpall shërimin e lëkurës së saj, shpall shërimin e mamit tënd në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Në emrin e Jezusit e deklaroj mamin tënd të shëruar. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Danke Jezus. Faleminderit Jezus. Amen. Unë lutem për ty Maria, në emrin e Jezus Krishtit, të gjitha dokumentat që ti je duke pritur të jepen në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që mban peng dokumentat e tua, çdo gjë që i bllokon ato, çdo gjë që kërkon që ti ta kesh jetën të munduar, në emrin e Jezus Krishtit unë e dënoj dhe e ndaj nga jeta jote. Në emrin e Jezusit unë i hap rrugët që ti të marrësh dokumentat, që ti të kesh liri të plot, sepse je bia e Perëndis. Dhe kudo që ti je, është toka e Atit tënd. Prandaj i deklaroj të hapura të gjitha rrugët për dokumentat e tua. Në emrin e Jezus Krishtit Nazaretas. Dhe ne themi amen. Në emrin e Jezus Krishtit. Faleminderit Zot. Faleminderit Zot, faleminderit. Lutem për ty Marinela, në emrin e Jezus Krishtit. Çdo gjë që të ka vjedhur paqen Marinela, çdo gjë që të ka vjedhur gëzimin, çdo gjë që të bën të ndjehesh sikur janë bllokuar gjërat, sikur asnjë gjë s'ka kuptim, në emrin e Jezus Krishtit, çdo shpirt depresioni, çdo shpirt pasigurie dhe çdo thashë them që i ligu e sjell në veshët e tu për të vjedhur gëzimin, unë e dënoj në emrin e Jezus Krishtit dhe urdhëroj të largohet tani, në emrin e Jezusit, të lëri komplet të lirë familjen tënde, ty martesën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj sot fuqia e Krishtit mbi ty në emrin e Jezusit dhe që tani të mbushi me gëzim qiellor dhe që tani Zoti të mbushi me fuqinë e ti, dritë nga dritë e ti, që ti të shkëlqesh, sepse prandaj Zoti të ka thirrur, prandaj Zoti të ka krijuar, prandaj Zoti të ka çuar aty ku të ka çuar, që ti të shkëlqesh në emrin e Jezusit. Amen. Mirëmbroma të gjithë ju që jeni në TikTok, mirëmbroma të gjithë ju që jeni në Instagram, mirëmbroma të gjithë ju që jeni tek Kisha Online, Jezus Krishti është Zot i gjithë shqipfolsve në Facebook. Haleluja. Haleluja. Unë lutem për vajzën tënde që i ka dalë ajo puçra, ajo pika që i ka dalë, në emrin e Jezus Krishtit unë e urdhëroj të thahet tani me rrenjë në emrin e Jezusit. Të thahet tani me rrenjë në emrin e Jezus Krishtit dhe të çlirohet vajza jote tani. Unë djek rrenjën e kësaj që ka dalë. Në emrin e Jezus Krishtit, çfarë do lloj gjëje ku ushqet kjo puçër, ku ushqet, e thaj tani në emrin e Jezus Krishtit tani dhe e deklaroj të lirë vajzën tënde. Në gjakun e vajzës tënde nuk mund të ushqet asnjë planit të ligut, asnjë. I deklaroj të thata të gjitha planet e të ligut dhe e deklaroj vajzën tënde tani të lirë në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Ju përshëndes të dashur, haleluja. Zoti është i mirë dhe mirësia e tij vazhdon për jetë. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem për dallën ndyshen sepse ka ditëlindjen sot. Dalla ndyshen në emrin e Jezus Krishtit. Djapo sot e kishe. Çrëndsi ka. E kishe ditëlindje këto ditë. Dhe në emrin e Jezus Krishtit dalla ndyshe. Unë lutem sot. Çliroj sot bekimet për djemtë e tu. Çliroj sot bekimet për financat e tua. Çliroj sot bekimet për
gjithë familjen tënde, në emrin e Jezusit. Çdo gjë që të është mbajtur peng, sot është ditëlindja jote, dhe në emrin e Jezus Krishtit unë i thyej të gjitha muret që kanë mbajtur peng dhuratat e tua. I thyej sot në emrin e Jezusit dhe deklaroj sot në këtë ditëlindje të marrësh dhuratën tënde, gëzimin tek djemtë e tu, gëzimin tek fëmijët e tu, gëzimin në jetën tënde, në emrin e Jezus Krishtit. Deklaroj martesa të bekuara, deklaroj jetë të bekuar në emrin e Jezus Krishtit dhe shumë paqe. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Haleluja. Ju përshëndes të gjithëve. Lavdia i qoftë Zotit, ju përshëndes të gjithëve që jeni në TikTok, Instagram edhe Facebook. Diti në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem paqe. Unë lidh çdo shpirt sherri, çdo shpirt kontradite, çdo gjë që të vjedh ty paqen, çdo shpirt thashë themi që vjen për të futur kontradita në familje. Në emrin e Jezus Krishtit dhe çdo person që i ligu e përdor për të ardhur në familjen tënde dhe për të derdhur helm, në emrin e Jezus Krishtit që sot e tutje të mbyllet çdo derë të Satanit, të mbyllet në çdo drejtim, të mos ketë asnjë vrim ku të futet në familjen tënde. Unë deklaroj zjarrin e shenjtë të Perëndis, të mbroj njerëzit e tu, të mbroj veshët e njerëzve të tu, dhe çdo gjë që i ligu ka përdorur deri dje, që sot e tutje nuk do të ketë sukses, sepse asnjë veshje familjarëve të tu nuk do ta dëgjoj, dhe e deklaroj Satanin dhe njerëzit e tij të humbur, në emrin e Jezusit. Zoti është i mirë dhe Zoti është i mrekullueshëm. Të dashur motra dhe vëllezër, dua t'ju tregoj se çfarë Zoti ka bërë në këtë konferencë të shtunën në Gjermani. Të dashur, atëherë kjo ishte konferenca e parë që unë kam bërë në Gjermani. Unë kisha bërë një konferencë para 3 vitesh, por të dashur unë pagova gjithçka, por mikrofonin ja kisha dhënë dikujt tjetri dhe është hera e parë që unë bëj një konferencë në gjuhën gjermane. Kështu të dashur, Zoti është shumë i mirë, shumë i mirë. Unë falenderoj të gjithë mbështetësit financiar. Në emrin e Jezus Krishtit, pa ndihmën tuaj, ne nuk mund të bënim asnjë gjë. E dini çfarë na dallon ne nga të gjithë të zgjedhurit e tjerë, nga të gjithë ata që Zoti na ka dhuruar këtë ringjallje, e dini ju çfarë? Për hir të besnikëve që na mbështesin financiarisht. Ne nuk presim njerëz që të na ftojnë. Ne nuk presim njerëz që them kush do na ftoj në kishën e tij që të çojmë ringjalljen, kush do na ftoj që ne t'u flasim për ringjalljen. Jo të dashur, ne jemi një kishë me njerëz kaq të bekuar te kisha jon online, sa na mbështesin çdo muaj financiarisht, na mbështesin me financat e tyre që ne të mund të paguajmë sallat, kudo që ne vëm, ne mund të paguajmë sallat, ne mund të paguajmë gjithçka për të çuar ringjalljen. Dhe falenderimi im së pari shkon tek Zoti dhe së dyti tek të gjithë ata që na mbështesin financiarisht. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot për të gjithë ju që na mbështesni financiarisht. Dua t'ju them dhe një gjë. Ju ndoshta thoni si janë të ndara financat, si drejtohen financat e kishës tonë. Atëherë, ne kemi financat të ndara. Okay? Kishat në terren, e 10 që shkon në kishat në terren, qëndron tek kishat në terren. Pra kisha online, ne kisha online, nuk kemi asnjë kështu si i thon, që të mund të themi për shembull që ju të kishës online për shembull që jeni në Shkodër, na mbështesni ne. Jo. Kishat në terren kanë llogari të ndara nga kisha online. Pra, të gjithë ju që dhuroni, duhet ta thoni ku e jepni. Nëse ju e jepni te kisha online, atëherë janë tonat, janë të kishës online dhe ne mbështesim për shembull kishat që hapim në terren, ne i kemi mbështetur të gjitha, 1 vit kemi paguar qeran, kurse kishën e Bilishtit e kemi paguar 2 vjet qeran dhe derisa arritën që t'i paguajnë vetë. Ne paguajmë pastorët në terren, i mbështesim nga diçka që ju japim, pra e bën kisha online këtë.
Unë dua që ju t'i dini këto gjëra, që ta dini dhe se si janë të organizuara gjërat. Pra, nëse ju e jepni të 10-ën tuaj dhe për shembull e jepni te kisha juaj, është e kishës. Pra, nëse ti e jep, është ndryshe nëse deri tani nuk e ka bërë ndonjë kish, por nëse një kish thot për shembull që okay, ne kisha e Shkodrës për shembull, nga financat tona ne sponsorizojmë kishën online. Kisha online i paguan vetë qerat kudo që jemi, ku kemi vajtur, edhe në konferencat që kemi bërë, për shembull janë personat e kishës online që e kanë paguar. Okay? Kemi shkuar në Athinë, e ka paguar me ajo, e harrova emrin tani, po zoti e di. E di kush është, e pash dhe që është gjithmonë live, edhe e pagoj ajo, edhe pra kanë qenë personat e kishës online që na kanë sponsorizuar. Kishat e terrenit i kanë të ndara llogarit nga kisha online. Pra nëse ti e jep financën tënde, të dashur, unë dua që ti them këto hapur që ju ta dini, që nëse ti e jep financën dhe nuk thua për shkak që e jap për kishën online, atëherë është pjesë e autoritetit të kishës së terrenit, për ju që jeni në terren. Okay? Pra, ne vetëm kemi ndihmuar kishat në terren, ne nuk marrim asnjë gjë nga kishat e terrenit. Okay? Kurse ne që jemi online, kishat online, ata që na mbështesin ne si online, për ata e ka mund tani specialisht bekimin. Sepse me ndihmën tuaj ne mund të paguajmë, unë mund të paguaja sallën, okay? Që vetëm salla ishte 1100 euro. Plus të tjerat, do më thënë që më duhet të paguaja ekstra, dhe ishte ndihma e personave që na mbështesin kishën online. Okay? Në ka, për shembull, Roza Rozemari më mori mua në shtëpinë e saj, më mbajti një natë që unë nuk pagova hotelin. Okay? Pra ndihma të tilla, e kuptoni? Pra të dashur, dua t'ju them që për të gjithë ata që mbështetin specialisht kishën online, janë ndihma juaj financiare që neve nuk na bën të jemi të varur nga askush. Prandaj Zoti ne na ka zgjedhur për këtë ringjallje, sepse na ka dhënë njerëz si ju një zemër për të mbështetur këtë ringjallje. Një zemër ku ne mund të shkojmë të themi e dua këtë sallë, sepse e di që mund ta paguaj. Okay? Që mund ta paguaj. Dhe kjo është vetëm dhurat nga Perëndia, që juve jeni pjesë e kësaj kishe. Që juve ja u ka vënë Zoti në zemër dhe thoni, unë e jap këtë ofertë për kishën online, për ungjillin, që ju ta çoni në çdo vend. Okay? Kisha online mund të punoj ta çoj ungjillin në çdo vend. Okay? Sepse ne jemi krijuar për ta. Ne duam të bëjmë një konferencë tjetër në Athinë, po deri tani nuk kemi sponsorizues, nuk kemi se ku, akoma jo jemi duke u lutur. Ne duam të bëjmë një konferencë në Torino, po deri tani akoma nuk kemi tamam sponsorizues, akoma nuk kemi një vend. Ne duam të bëjmë pra një konferencë në Londër dhe akoma nuk i kemi, dhe të gjitha këto që ne kemi bërë deri tani. Unë dua t'ju them me gjithë zemrën time, faleminderit që jeni pjesë e kësaj ringjallje. Nëse nuk do të ishte ndihma juaj, ne nuk mund të paguanim. Kjo na bën neve ndryshe nga të gjithë, sepse ju na mbështesni me gjithë zemër. Ju na i besoni financat tuaja. Ju na i besoni me gjithë zemër. Edhe ne nuk kemi vendosur t'i mbajmë rezervë, por siç e dini, të gjithë bashkë ja dolëm të ndanim 3.000 palë këpucë për Krishtlindje. 3.000 palë ungjilltar i kemi veshur. Ne kisha jon, kush e ka bërë këtë? Më thoni, kush? Kush? Por zemra juaj, gatishmëria juaj, që Zoti ja u ka vënë, ne arritëm ta bëjmë këtë gjë. Dhe ne na presin gjëra të reja. Të dashur, çdo vit ne kemi organizuar kampin. Okay? Ndryshe nga herët e tjera, mua Zoti ma ka vënë në zemër, unë nuk do t'jem në kamp si vjet. Dhe çdo kish le ta organizoj vetë me financat e veta. Pra, kisha e Lushnjës, kisha e Mokrës, kisha e Tiranës, kisha e Bilishtit, Zoti i ka bekuar kaq shumë.
E dini pse? Sepse koka është e bekuar. Dhe po që koka e bekuar, bekimi do rrjedh kudo. Okay? Pra koka kisha online që është kaq e bekuar, i njëjti bekim rrjedh në të gjitha kishat në terren. Pra janë jashtë mase të bekuar financiarisht. Prandaj ata vetë pastaj ta organizojnë kampin me kishat e tyre, duke ndihmuar atë që nuk mundet, edhe duke e paguar kisha për atë që nuk mundet, dhe kështu krijojnë dhe unitet me njëri tjetrin. Ajo që mua Zoti më ka vënë në zemër është ungjillizimi. Unë dua të marr një kohë dhe të ungjillizojmë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Duke ungjillizuar, zemra ime rreth është koha e ringjalljes. Unë çdo ditë vetmja gjë që mendoj, ku mund t'i shërbej Zotit? Ku mund t'i jem? Pra, kjo është thirrja ime. Ku mund t'i shërbej Zotit? Dhe unë do jem në Greqi në fund të korrikut deri në fillim do jem në mes të korrikut nga data 20 korrik deri në më duket 5 gusht do jem në Greqi, dhe unë dua që në këtë periudhë të mund të organizoj një konferencë në Greqi. Kjo është zemra ime. Zemra ime është t'i shërbej Zotit në ungjillizim. Edhe çdo gjë të atë kohë që kam ta jap në këtë drejtim për Zotin. Prandaj unë si vjet kam vendosur që vetë kishat kanë pastor. Ne nuk jemi një kishë që kontrollon pastorët. Vetë pastorët le ta thonë, unë asnjëherë nuk i kam kontrolluar, ti pyes çfarë kanë bërë me financat. Okej? Përveç se njërë në kohë që më thonë sepse i kemi ndarë në çdo kishë janë 2-3 veta që merren me llogarit. Okej? Nuk ja kam lënë një njeriu të vetëm që të ketë financat. Pra është kisha bashkë që i vendosin gjërat, i shikojnë gjërat dhe të dashur, atëherë vetë kisha, vetë pastorët i vendosin gjërat e tyre. Në këtë drejtim Zoti më ka drejtuar. Dhe ne jemi kisha online, ne jemi ata që shtojmë horizontin, shtojmë territoret. Dhe detyra jonë është të hapim sa më shumë kisha, të çojmë Zotin në çdo qytet. Okej? Dhe gjithmonë ne duam të hapim, të fillojmë një territor të ri. Ti mbështesim një periudhë kohe financiarisht dhe pastaj të vazhdojnë vetë. Kisha e Lushnjës për shembull, nuk e kemi ndihmuar absolutisht jo, sepse ata janë vetë të bekuar jashtë mase. Është një ndër kishat më të bekuara financiare dhe i lutem Zotit i bekoj akoma më shumë në emrin e Jezusit. Dhe ndaj dua t'ju them që e kemi organizuar në mënyrë të tillë që kisha online është financiarisht vetëm bekim për kishat në terren. Okej? Dhe gjithmonë me atë që për të hapur të reja, për të mbështetur të rinj. Kisha të reja. Okej? Dhe duke çuar ungjillin kudo. Ne paguajmë qeran në fillim, derisa ata e marrin veten, pastaj i lëm të lirë. Nuk është qëllimi jon t'i kontrollojmë. Qëllimi jon është të zgjedhim njerëz që e duan Zotin me gjithë zemër. Të zgjedhim njerëz që nuk punojnë për lek, po punojnë sepse duan Zotin. Qëllimi jon është ti duan të zgjedhim njerëz që i duan njerëzit. Dhe deri tani Zoti na ka zgjedhur më të mirët. Lavdia i qoftë Zotit. Dhe ajo që ne mund të bëjmë konferenca është sepse ju na bekoni. Ju na bekoni duke na besuar financat tuaja. Kjo është arsyeja që ne jemi të lirë, që ne mund të organizojmë konferenca në çdo vend, dhe që njerëzit të shërohen, të çlirohen, të bekohen, sepse Zoti ja u ka vënë ju në zemër që të na ndihmoni. Dhe ju jeni pjesë e kësaj ringjallje. Është koha e ringjalljes. Është koha e rizgjimit. Dhe ju jeni pjesë e kësaj ringjallje duke na mbështetur ne financiarisht. Duke një mbështetje është financiarisht, tjetra është duke e ndar live-et, çdo live duke e ndar, duke e çuar nëpër miq, duke e çuar nëpër shokët, pra ju po bëni ungjillizim, ju jeni pjesë e kësaj ringjallje. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë dua sot të bekoj në veçanti, nuk e di pse s'ka shumë dritë këtu. Dua të bekoj në veçanti sot
të gjitha ata që na mbështesin financiarisht. Sepse pa ju, ne kemi vullnetin e mirë shumë, okay? Ne mund të kemi vullnetin e shumë të mirë, por nëse ti nuk ke mbështetje financiare, ngelet vetëm ëndër. Okay? Vetëm ëndër. Dhe prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot për të gjithë ju që na mbështesni financiarisht. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj që ju i keni mbjell farat tuaja në tokën e dur. Në emrin e Jezusit. Dhe ju e keni mbjell farën tuaj në tokë pjellore. Në emrin e Jezusit. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj që fara që ju keni mbjell do të jap 100 fish, 60 fish, 600 fish dhe 1000 fish më shumë se sa ju keni mbjell. Në emrin e Jezusit. Unë po e mbyll njerë këtë telefonin sepse dëgjoj me shkëputje në Instagram. Në emrin e Jezus Krishtit dhe unë deklaroj që farat tuaja do të japin shumë provim. Në emrin e Jezusit. Bekoj që të gjithë në familjen tuaj të keni punë të bekuar. Bekoj që të gjithë në familjen tuaj të keni punë që ju qëndrojnë financat në emrin e Jezusit. Puna e duarve tuaja të jetë e bekuar në emrin e Jezusit. Dhe jo vetëm kaq, po të mos keni punë të rëndë, të keni një punë ku zemra ju e shkon me gëzim dhe kthehet me gëzim. Dhe financat të shumë fishohen edhe të bëhen territore. Në emrin e Jezus Krishtit, deklaroj mbrojtje të financave tuaj dhe lidh vjedhësin. Çdo vjedhës që tërheq financat tuaja, që sot e tutje të mos ketë më asnjë sukses në emrin e Jezus Krishtit. Unë e dënoj dhe e lidh vjedhësin e financave tuaja në emrin e Jezus Krishtit. Dhe ju bekoj në emrin e Jezusit që sot e tutje të keni sukses në gjithçka, mbrojtje në gjithçka dhe angjëj special në emrin e Jezusit, angjëll i ligu të mos ketë sukses për t'i vjedhur. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Wow, Sofia, më hap pak internetin se më duket se mbarovi. Unë s'kam do t'ja përshvet. Ja? T'ja përshvet në telefon. Më falni se më duket se më mbaroi interneti. Edhe unë s'kam internet, mbarovi. Amen. Prosperiteti është tuaj në emrin e Jezusit, sepse Zoti e ka premtuar dhe ai thot kushdo që mbjell në tokën e Perëndis, ai thot që do të hapi kataraktin e qiellit për atë që mbjell në tokën e Perëndis. Shumë të krishterë thonë, ja, unë do bëj një të mirë tek një të varfër, unë do bëj këtë dhe Zoti do ma jap, dhe harrojnë. Zoti thot, po mbolle në tokën time, po çove në kishën time, është bekimi i hapjes së katarakteve të qiellit. Këtu e i lëshon Zoti bekimin. Ai nuk e ndryshon fjalën e tij se duam ne. Okay? Dhe ai thot, po mbolle në tokën time, unë do të derdh bekimin mbi ty duke hapur kataraktet e qiellit në emrin e Jezusit. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë i deklaroj kataraktet e qiellit të hapura për ty dhe familjen tënde. Në emrin e Jezusit, amen, amen, amen. Haleluja, dhe i çliroj gjitha bekimet për të gjithë ju që na mbështesni financiarisht. Lavdi Zotit për ju. Vërtet lavdi Zotit. Ju bekoj me gjithë zemër. Në emrin e Jezusit. Haleluja. Atëherë të dashur, unë dua t'ju tregoj tani se si ju e bët të mundur që ne të bënim këtë konferencë. Okay? Ju me mbështetjen tuaj financiare. Kështu, unë e bëra këtë konferencë dhe thash Zot, edhe sikur një vetë të vi, sepse do e u them nga fillimi se si Zoti punon. Okay? Unë me mendjen time bisedova me 2 pastorë të tjerë që ne të bënim një konferencë bashk. Okay? Dhe kur u takuam për takimin, si do ta bënim, të 2 këta pastorët e tjerë, unë ju thash që okay, një sallë, po si do ta paguaj? Dhe ata thanë, paguaj e ti. Okay. Kemi për adhurimin, ku do ta gjej? Gjej e ti. Okay? Dhe
do me thënë, e pash që çdo gjë duhet ta bëja unë. Atëherë tash, Zot, është vullneti jot ky? A është kjo një kooperacion kur unë duhet i bëj të gjitha? Edhe mua më humbi paqja komplet. Komplet, me të vërtet komplet. Atëherë i kërkova Zotit dhe i thash, Zot, më udhëhiq ti tani si është vullneti jot, si do ti. Dhe Perëndia ma vuri në zemër që unë mos ta bëja këtë konferencë me ta. Dhe kështu unë u toroqa dhe thash më duhet një kohë për vete. Kaluan 2 muaj, 3 muaj dhe Zoti ma vështetovi, shumë njerëz po më telefononin, Alketa, do ta bësh një konferencë këtu, do ta bësh një konferencë këtu. Dhe thash, "Ok, unë nuk dua të shikoj çfarë njerëzit thonë." Thash, "Zot, çfarë do ti?" Dhe Zoti bëri që të gjeja sallën në një kohë rekord. Edhe thash, "Ok, Zot, unë do ta bëj." Dhe ti tani gjej edhe sikur një person tjetë, për mua do të thotë që duhet ta bëj. Dhe unë nuk nisa asnjë ftesë në privat. Unë nuk nisha ftesë motrave të mia. Unë i kam motrat e mia në Gjermani. Unë kam maman time në Gjermani. Unë kam shoqëri plot në Gjermani. Dhe unë nuk i nisa asnjë njeriu, as edhe një ftesë. Asnjë në privat. Sepse unë thash, nëse je ti Zot, atëherë i bën ti gjërat jo. Nëse unë do t'u dërgoj ftesë shoqërisë time, njerëzve të mi, do të thotë që unë e kam bërë. Dhe për të më mbajtur atrin mua, se nuk duan të prishin shoqërinë, do vi. E thon, "Ok, unë vi, sepse jemi shoq, që ty mos të ngelet qefi", edhe erdha. Tash, "Jo, Zot, jo, me mua jo kështu. Me mua duhet të më tregosh 100% që je ti. Kështu që unë nuk do ftoj as edhe një këm njeriu. Unë do përdor vetëm Facebook-un, vetëm media, dhe kush do ftes ekstra, do të thotë që s'është për mua. Zot, ti do ta përdorësh si do ti." Kështu unë nuk nisa as një ftesë, as tek motrat e mia, tek as një njeri. Thjesht përdora Facebook-un dhe këto që përdor gjithmonë. Kështu që më telefonon mamaja ime, vjen mamaja ime, edhe më thot, "Mamuj, çu po mos po bën ti një konferencë?" "Po. Unë nuk marr vesh gjermanisht, po unë do vi." Thash, "Lavdi Zotit." Thash, "Me vete Zot një?" Tha, "Po." Edhe kështu, të dashur, njerëzit po thoshin, "Po vi, po vi." Dhe unë përsëri thash, "Unë nuk kam asnjë pritshmëri, absolutisht jo. Unë edhe sikur vetëm mamaja ime që tha do vi, të jetë, unë konferencën do ta bëj. Ok? Dhe kështu që unë nuk e dija deri ditën e fundit se kush do vinte. Kur filloi që vajta në konferencë, unë jam maknitur, ishin ja 50 veta, nuk ndejtën të gjithë deri në fund, sepse një e priste burri për jashta, një e priste motra, një erdhi vetëm në fillim fare, lutu çik për mua sa ti iki unë, edhe unë e mora si Zoti deshi. Por Zoti më ka mrekulluar. Më ka mrekulluar. Vërtet, unë jam mrekulluar nga Zoti me gjithë shka që bëri. Me shërimet, me çlirimet. Dhe ajo që më bëri përshtypje diçka tjetër në këtë konferencë, është se si Zoti na rrit në vajosje. Kur ne i bindemi Zotit, Zoti nuk na çon në luftë me të njëjtat armë që na ka dhënë në fillim. Mua më kujtohet si e kam filluar, okay, në konferencën e parë 2019 më duket, ka qenë, dhe unë kërkoja të fshiesha pas të tjerëve. Unë kërkoja të fshiesha sepse nuk isha vetë e bindur në shumë gjëra. Kisha kaq shumë pasiguri vetën time. Dhe s'dija këtë merë, kaq i mirë është Zoti, ai ka pasur kaq shumë durim me mua. Kaq shumë durim. Edhe ma ka derdhur vajosjen shkall. Dje nuk e mbaj mend me kë fola, po thash nëse Zoti, apo sot fola se mbaj mend, nëse Zoti do ma kishte dhënë gjithë vajosjen me njerë, unë nuk do ta kisha mundur ta mbaja dot. Ndoshta zemra ime nuk ishte e gati. Dhe unë po shikoj se si e Zoti sa më shumë besnike unë i qëndroj, sa më shumë rrinë në autoritetin e ti, sa më shumë i bindem, ai aq më shumë derdh. Për shembull në këtë konferencë,
unë pash një vajosje tjetër që Zoti më kishte dhënë. Unë I shikoja njerëzit dhe me saktësi e dija ku I duhet çlirimi dhe ku ishte marrë peng. Me njerë unë mund ta shikoja në botën shpirtërore ku ishte marrë peng. Do më thënë, gjë që në konferencat e tjera nuk e kisha pasur. Kurse tani unë I shikoja real. Pash një vajzë për shembull, tamam jetën e saj si kishte kaluar, edhe ajo më tha, është kështu dhe unë e dija tashmë. Por pash njëkohësisht krahët e Jezusit se si e mbanin fort. Një burr për shembull, sa e shikova, unë pash që në këmbën e tij ishte një fëmijë 7-8 vjeç që qante edhe më ka ikur fëmijëria. Edhe mendoja I dukshte I fort, I gjatë. Edhe unë I thash, gjithë ti jetën tënde mendon sikur të është vjedhur fëmijëria. Edhe sepse ai kishte një frymë pa gjumësie. Edhe ky fëmijë I vogël të zgjon gjithë natën, zgjon gruan tënde, jam sëmur, më dhem këtu, më dhem patje, sepse kërkonte atë fëmijërinë e humbur. Kur ai qante se donte vëmendjen e mamas, qante se donte vëmendjen e babait, po mami dhe babi zireshin kaq shumë sa nuk ja dhan kurrë vëmendjen. Dhe në mendjen e tij, që ai është 50 vjeç, mendonte që më është vjedhur fëmijëria. Dhe ai fëmia I vogël në këmbën e tij që e pash, do të thënë atë demonin, edhe kur unë I thash, ai tha, wow, kjo është me të vërtet, nuk e besoj dot që është reale. Thash po, është reale. Unë e të pash. Dhe ai tha, ky është çelësi me të vërtet I jetës time. Brenda meje, unë kam atë fëmijën, më është vjedhur fëmijëria. Brenda meje, tha edhe kur çohem natën më dhem këtu, më dhem patje, është me të vërtet kështu, si një fëmijë që I ka munguar fëmijëria, që I është vjedhur nga prindrit e tij fëmijëria. Dhe tha, okej, dua të ndajem, të çlirohem komplet. Si bëhet kjo? Dhe të dashur, ai priti derisa të mbaronte konferenca, sepse unë mund ta thërrisja më përpara. Por u lash të gjithë njerëzve si Zoti më udhëhoqi, për kë ishte koha. Dhe më ka mahnitur Perëndia. Më ka mahnitur çdo njeri, unë mund ta shikoja lakuriq në botën shpirtërore, sekretet, mund të shikoja çdo gjë që kishte ndodhur në jetën e tij. Mund të shikoja, ishte diçka si pali thot, le të hapen sytë tuaj shpirtëror. Dhe kështu, duke parë në botën shpirtërore, unë mund të flisja konkretisht, duke prerë e duke ndarë çdo gjë që I ligu kishte marrë peng. Dhe jam e mrekulluar nga Perëndia. Jam kaq e mrekulluar. Një shoqja ime, ne njihemi bashkë që 23 vite. Ela. Edhe ne jemi kaq shumë shoqe bashkë. Kam bërë patentën me të. Burri saj ka qenë kështu shef policie këtu në Gjermani, në Köln. Edhe me thënë kemi ruajtur shoqërinë tonë gjithmonë, por unë asnjëherë nuk I kisha folur tamam për Jezusin. Asnjëherë. Sepse gjithmonë që takoja e dija që ajo është kundër Zotit. Okej? Gjithmonë për Zotin nuk mund të flisje. Dhe unë e kam pranuar siç ishte. Gjithmonë e kam dashur, gjithmonë e kam respektuar. Dhe nuk I nisa ftesë speciale, absolutisht jo. Edhe ajo tha, do vi. Unë kur I pash që erdhën, thash, okej, këta do rrinja 2 minuta, 5 minuta, e do ikin. Por Zoti e thithi në mbretërinë e tij, ai e thithi. Unë shikoja se si ajo
qëndron të kështu e mahnitur nga Zoti. Edhe kur të gjithë ikën, ajo erdhi dhe tha, Alketa, si nuk më ke treguar më parë. Wow, sot unë kam parë me të vërtet Zotin e gjallë. Sot unë e kam parë me të vërtet që Jezusi është i gjallë. Pra, Zoti i foli në zemrën e saj, Zoti e solli atje sa ajo të thoshte, wow, me të vërtet ky është Zoti. Edhe prandaj apostulli Paul tha, unë nuk erdha me mbusha mendje, unë nuk erdha të flas me fjalë të bukura, unë erdha me fuqinë e Krishtit. Dhe fuqia e Krishtit është në mesin tonë. Fuqia e Krishtit është me ne, shpirti i Perëndis është me ne. Shpirti i Perëndis është në kaq veprim të dashur. E dini çfarë? Kishin ardhur italian, kishin ardhur gjerman, kishin ardhur shqiptar, dhe do t'i që dia italisht dhe unë kështu mirë, do me thënë. Thash, Zoti i ditë gjitha gjuhët. Edhe Zoti më ka mrekulluar. Dhe më e forta është si gjithmonë, unë nuk kisha bërë asnjë gjë gati. Zoti më dha një rresht. Nuk roj më unë Krishti ron në mua. Unë vetë e kam dëgjuar fjalën 2 herë pas konferencës, sepse jam mrekulluar. Edhe thash, kur dëgjova fjalën, thash, o Zot, kur ti flet, çdo gjë tjetër hesht. Kaq shumë fjala më foli në zemrën time mua. Jo më të tjerëve, sepse ishte Zoti. Unë kam mësuar t'i dorëzohem Zotit. Dhe unë dua të them ty sot, mëso të dorëzohesh Zotit. Ne shqiptarët e kemi shumë të vështirë t'i dorëzohemi Zotit. Ne e kemi kaq shumë të vështirë të themi Zot, të dorëzohem ty. Ky është problemi i shumë shqiptarëve, sepse ne jemi mësuar t'i mbajmë gjërat nën kontroll. Zoti thot, dorëzohu në mua. Dorëzohu në mua që unë të mund të përdor. Dorëzohu në mua që unë të mund të flas nëpërmjet teje. Ne duam t'i kontrollojmë të gjitha, ne duam të themi çfarë thash, si ta kontrolloj, si. Nuk mund të kontrollosh Zotin. Zoti punon kur ne dorëzohemi. Edhe ne shqiptarët duhet të arrijmë të themi Zot, të dorëzohem ty. Nuk më intereson fare çfarë mendon ai, çfarë mendon ajo. Zot, unë të dorëzohem ty. Shërom atje ku më duhet shërimi. Çlirom atje ku më duhet çlirimi. Opero atje ku duhet të operosh. Zot, beje. Ne duhet të arrijmë, sepse ne kërkojmë gjithmonë të kontrollojmë ndjenjat tona. Kërkojmë të kontrollojmë sepse ne jemi kaq shumë të varur nga opinioni. Ne jemi kaq shumë të varur çfarë mendojnë të tjerët, është për ne më e rëndësishme se sa çfarë Zoti do të bëj me mua. Dhe ka ardhur koha e dorëzimit. Ka ardhur koha të jetojmë për Zotin. Ka ardhur koha të mos të na interesoj opinioni fare. Po të shikojmë, a jam mirë me Zotin? Gjithë të tjera vim vetë. Dhe mrekullit nuk kanë mbaruar këtu. Unë, mamaja ime dhe djali im pas konferencës, pas gjithë çlirimeve, gjithë shërimeve, kanë qenë shërime dhe çlirime, duhet disha atje, ti shikoje dhe ti provoje. Mos harroni, konferenca tjetër në gjuhën gjermane është në datën 19 tetor. Edhe njerë, në datën 19 tetor, ne kemi konferencën tjetër në Gjermani. Në 19 tetor, në të njëjtën sallë në Gjermani. Në datën 19 tetor. Shkruani, planifikojeni dhe hajdeni të merrni bekimin tuaj. Atëherë, të dashur, nuk mbaruan bekimet këtu. Atëherë, unë kisha agjëruar që një natë para dhe s'kisha ngërë mëngjes, edhe pastaj tham, okay,
duhet të ikim, po amen Eriona, duhet të ikim të Hambuk. Unë, mamaja dhe djali dhe Davidi na ka bërë kamrën. Davidi është vërtet, ka qenë shumë bekim, dhe më tha herën tjetër, në konferencën tjetër, dua tha të më bësh një vend ku njerëzit që kanë pyetje për Zotin të vinë, tha, unë do lutem për ta dhe do t'i sqaroj për pyetjet. I thashun, jeti gati të sqarosh? Zoti është gati në mua, tha. Amen, ashtu le të bëhet. Pra herën tjetër do jetë dhe Davidi që do lutet në një anë tjetër. Amen. Pra të dashur, ne u nisëm për të shkuar për të ngrënë. Dhe faktikisht unë doja të haja hamburger. Dhe po kërkonim hamburger, po në autostrat na ka filluar një shi me breshër, sikur ishin topa basketballi. Kaq të mëdhaja dhe ato po binin mbi xham, unë nuk kisha parë kur ndonjëherë breshër aq të madh. Edhe mua më fillovi të them të vërtetën, një frikë, se thash bua do më thyen xhamat, edhe se njërin xham si për makinës e kam të krisur. Edhe thash ç'a po bëhet kështu? Edhe mamaja ime thot, djalli u inatos moj vajz, u inatos e ka djalli, ai ka nga inati, po këmbës t'i bjeri të asgjes na gje. Thash lavdi Zotit për maman time. Thash mama ashtu është, djalli u të shmend, le të të shmendet, se Zoti do na ruaj, edhe ne do të vazhdojmë rrugën. Të gjitha makinat ndaluan kështu anash, unë thash Zoti është me ne. Me qetësi, me shumë ngadalë, po vazhduam rrugën. Atëherë tham, okej, thash, me që mos të shkojmë shumë larg, po vem në një pizzeri. Dhe kështu, me që e kishim më afër pizzeri, tham po vem në pizzeri. Sa vajtëm tek dera e pizzeris, pushoj shiu, mor kështu direkt. Thashun, okej, kjo është dhe një shenjë që ne duhet të futemi në këtë pizzeri. Në rregull, lash maman me Davidin atje, unë shkova prap në pizzeri, porositëm pizzat, edhe unë isha shumë e uritur, 3 minuta i dhash fund, vlla, komplet pizzës. Tani mamaja me Davidin na vashe shionin këta, dhe unë s'kisha qa të bëja, thjesht po shikoja njerëzit qa të bëjnë, edhe në atë kohë shikoj që 2 veta mbanin një burr për krau dhe ulën në një tavolin jo shumë larg meje. Pastaj i sollën një shishe Coca-Cola, i futën një kështu që thith, si thon asaj? Një pipsë, edhe ja çuan në goja kështu. Edhe ja futën dhe atë pipsën në goja. Thashun, nese, okej. Çdo njeri që kalonte i ngrinte gotën dhe i jepte të thithte atë Coca-Cola. Ase qa e kishte ai, Coca-Cola se qa kishte një. Edhe të gjithë klientët ata që punonin aty në pizzeria, ja ofronin atë pipsën në goja. Edhe unë shikova, thash çuditshme që nderojnë kaq shumë. Po, në rregull. Pastaj ky burri po thërriste dhe tha, sa është ora në italisht. Sa është ora? Asnjëri s'po i kthente përgjigje, edhe unë i thash 6 pa 3 minuta. Grazie, tha, faleminderit se do vete të dëgjoj ndeshje. Tash më fal, pse ta dëgjosh dhe jo mos ta shikosh? Edhe ai thot, sepse unë kam që 4 vjet komplet i verbër. Thash, Zoti t'i dhënë syt përsëri. Edhe ai tha, unë i lutem çdo natë Santa, po ja them unë Lucia se nuk më kujtohet çfarë emri më tha. Ajo është përgjegjëse, tha, për sytë e njerëzve. Dhe unë kam 4 vjet që i lutem, tha, dhe nuk mi ka dhënë syt. Edhe unë i thash, më fal, pa ajo është e vdekur, çfarë i lutesh asaj ti? Jo, tha, nuk është e vdekur, ajo ka vdekur, tha, po është e shenjtë, edhe tha, edhe Jezusi, tha, e ka nisur këtu në tokë atë për të kujdesur për sytë e njerëzve. Thash, më fal, prit një çiki, thash. Pse vete te shërbëtori, te nuk vete direkt tek i Zoti, te komandanti? Shko te komandanti, i thash, edhe mos shkon e shërbëtorët e komandantit. Shërbëtori nuk guxon të vete komandanti, duhet mendohet 100 herë, mos komandanti është me nerva, mos komandanti nuk është mirë, shko direkt në komandanti. Ai qeshi kaq shumë, qeshi me të madhe dhe tha,
Kjo s'më kishte vajtur mendja që të vija në komandanti. Edhe unë u cova nga vendim dhe vajta ula në tavolina e tij. Edhe i thash, e di çfarë? Njerëzit mendojnë që komandanti nuk ka kohë. Komandanti nis shërbëtor. Thash, kjo është një gënjeshtër e madhe. Dhe sa keq është kur komandanti rri tër ditën në zyrë edhe thot, kush do vi sot për mua? Kush do vi sot? Kush do vi sot të kërkoj ndihmë? Edhe komandanti rri tër ditën duke pritur dhe asnjëri nuk vete. Rri pa punë. Thash, kështu që shko direkt në komandanti. Thaj, okay. Edhe më tha mua, po ti pse po flet kështu? Thash, sepse unë e thash e dua Jezusin. Unë kam një marrëdhënie me komandantin, edhe komandanti thash, të pret edhe ty të kesh një marrëdhënie me te. Moj çup tha, skuza, ma ka ko ai të merret me mua? Zoti ka ko plot, i thash, të merret me ty. Plot. E di çfarë tha? E di ti tha që Zoti më ka dëgjuar? Pse i thash? Se mbrëm tha fjeta shumë i zëmruar. Pse? Sepse u zëmrova me Santa Lucia. Pse i thash? I thash Santa Lucia, po bëj 4 vjet që po të lutem dhe nuk po mi jep syt. Edhe u zëmrova tha, nuk fola fare, fjeta me zëmrat. Po do t'i tha që Zoti më pas ka dëgjuar se kot nuk erdhe ti këtu. Thash, tamam kështu. Unë po kërkoja hamburger, thash. Zoti më solli këtu, më ndalovi dhe shiun që unë të futesha këtu. Unë nuk besoj në rastësit, i thash. Unë besoj që këtu donte Zoti të takoshi. Po ashtu të bëhet, tha. A të lutem unë për ty? Lutu, tha. Lutu, tha, por nuk bëhet me kjo gjë, tha. Ashtë ndëgjo mua. Do ma japësh lejen të lutem apo jo? Po nuk bëhet kjo gjë, tha. Dëgjoj, i thash. Tani, komandanti këtu që ma jep lejen të lutem apo jo, je ti. Atër do jesh një komandanti për ullur dhe i mire të më thuash mua që, okej, moj vajz, lutu. Okej, po t'jesh një komandant rebeli, thash, thua, jo, unë jam i bej vetë punët, unë lutem vetë, as të ndimoj do. Po të thuash që, unë jam komandanti trupit tim, edhe të them t'y vajz, lutu për mua. Edhe thaj, okej, unë tha do bëjmë një komandanti mirë, lutu për mua, në rregull. Edhe, tani, ata, si thonë, që qojnë gjerat në për tavolina. Si thonë ata kamarierët, ata u bën shumë kurioz, edhe po rrinin aty afër të dëgjonin. Edhe unë thash, okej. I vura dorën mbi kokë, edhe thash në emrin e Jezus Krishtit, pastaj ndalova, thash, dëgjoj, më thuaj një herë, çfarë ka ndodhur konkretisht? Edhe ai tha, okej, konkretisht ka ndodhur kështu. Tha, më zuri një dhimbje e madhe koke dhe më shponte në mesin e ballit. Po më shponte shumë, tha. Dhe unë nuk ja vura veshin, edhe gruaja më tha, shko mor burr në spital. Por unë nuk vajta. Isha shumë i trishtuar, tha, sepse në të njëjtin vit i kishin vdekur 2 fëmijë. Të dy, njëri kishte bërë aksident me makinë dhe tjetrit vajzës i kishte shpërthyer një makinë spageti dhe e kishte bërë copa. Dhe ai kishte kaluar këto trauma kaq të mëdhaja, edhe tha isha shumë i dëshpëruar, edhe në këto momente tha, në këtë dëshpërim më erdhi kjo dhimbje koke. Edhe tha një ditë e kisha të tmerrshme dhimbje. Por tha, unë nuk ja vura veshin sepse trishtimi ishte më i madh se dhimbja. Dhe u shtriva të fletha, kur unë ngrita, ishte errësirë e madhe. Që atë ditë, unë nuk pashma asnjë gjë. Më çuan në spital dhe doktorët i kishin thënë që të ka rënë paraliz syri dhe sytë e tu kanë vdekur. Këtë se kisha dëgjuar vdekje territoriale të syrit. Pra vetëm territori i syrit kishte vdekur klinikisht. Dhe ai, doktorët i kishin thënë që nuk ka as operacion, nuk ka asnjë gjë, është e pamundur që të hape. Edhe unë i thash, e diti, Jezus i vdiq 3 ditë, edhe ditën e 3 u ringjall. 3 ditë rresht. E diti, ishte një burr, vdiq dhe ai.
Edhe ai vdiq 3 ditë në varr, edhe motra e tij tha, "Lere se ka mban nerë, mos e ngrime." Por Jezusi tha, "Ço, u ngrita ai nga varri." Edhe Jezusi vetë mundi vdekjen, edhe vdekja është e mundur në sytë e tu. Ai mori kaq shumë guxim, unë nuk e di, ishte vetëm Zoti që foli, edhe më tha ma, lutu, nuk donte më që unë t'llafosja. Tha vetëm lutu tani, lutu. Okej. Edhe vura dorën edhe një dhe tha, "Çdo shpirt vdekje në sytë e tu të largohet. Dhe unë i urdhëroj sytë e tu të marrin jetë tani, e dëboj vdekjen dhe shpall jetë." Edhe i thash, "Hapi sytë tani." Dhe ai hapi sytë edhe po shikonte kështu. Shikonte, pastaj thiri, jo. Nuk është e mundur. Edhe unë mendova tani që nuk funksionovi, edhe thash unë, "Çfarë nuk është e mundur?" Edhe ai po thërriste më shumë. No, non è possibile. I thash, "Më fal, çfarë?" Tha, "Unë shikoj drita." Thash, "Po, shikon dritën që është sipër tavolinës tonë, shikon dritën atje." "Po," tha, "unë shikoja vetëm errësirë." Thash, "Po më shumë shikon vetëm drita," tha, "po jo tamam të sakt." Thash, "Lutemi dhe njerë." U luta prapun. E thash, "Po tani." Dhe ai më shikon mua dhe më thot, "Wow, unë të shikoj ty." Wow, dhe ai u çua kështu. "Unë shikoj ty, unë të shikoj ty." I thash, "Më fal, çik, avash. Si të dukem? Jam e bukur?" Dhe ai tha kështu, "Sa grua e bukur, po dheshëm tu artishe," tha, "e bukur do thosha." Edhe vetëm po kërcente, çfarë gëzimi kemi parë. Mamaja ime, "Çfarë u bë moj, o lavdi Zotit, po Zoti ndaj na solli këtu, po lavdi Zotit moj." Jemi gëzuar jashtë mase. Në fund morën vesh që ishte babai i atij që kishte picerin. Zoti i dha dritën e syve pas 4 vitesh që ishte komplet errësirë. Komplet. Dhe kam ikur me kaq shumë gëzim, e dini gjatë gjithë natës kam adhuruar Zotin. Gjatë gjithë natës më dalin dhe tani lot gëzimi kur shikoj çfarë mund të bëj Zoti ynë. Ne kemi një Zot të mrekullueshëm, që e mundi vdekjen, që mori në kryq të gjitha sëmundjet tona, që mori në kryq të gjitha mallkimet tona, që mori në kryq që ne të kemi jetë, që ne të kemi shëndet, ta kemi me bollek, ta kemi të mirë, që ne të mos vuajmë. Djalli do që ne të vuajmë. Djalli do që ne të jemi të sëmurë. Djalli do që ne të jemi pa gëzim, djalli do që ne të vuajmë, të shkatrojmë, ai ushqet në shkatrimin e njerëzve. Ai ushqet me dhimbjet e njerëzve. Ai ushqet kur ne vuajmë. Por Zoti do që ne të kemi jetë. Zoti do që ne të kemi shëndet. Zoti do që të jemi të gjithë shumë mirë. Zoti do që ne të kemi syt, kemi vesht, kemi duart, kemi këmbë, të jemi mirë, të jemi të bekuar. Këtë do Zoti ynë. Dhe unë dua të them ty sot, është me të vërtet koha e ringjalljes. Është koha e rizgjimit dhe e ringjalljes. Është koha ku Krishti e ka derdhur fuqishëm shpirtin e tij dhe ka një kod për t'u bashkuar. Sot po flisja me një motër, edhe Zoti më udhëhoqi në një gjë që nuk më kishte shkuar mendja asnjëherë. Por Zoti e ka atë udhëheqjen. Edhe Zoti më solli në mend, e di, më përpara ishin ato sallat ku ti fuqe dhe kishte internet. Dhe ti nuk mund të lidhesh me internetin pa pasur kodin. Ti duhet kesh kodin e dur për të lidhur me internetin. Interneti është aty, por ty të duhet kodi i dur. Dhe Zoti më ka treguar një sekret shpirtëror që dua t'ja u them. Unë po ja u them të gjithëve, sepse është koha e ringjalljes. Zoti është duke kërkuar
në përmjet të cilve të veproj dhe të çojë ringjalljen. Zoti është duke kërkuar që thon Zoti, ku jam, më përdor mua. Dhe ka një kod për të bërë pjesë e planeve të Zotit të kësaj kohe. Zoti thot që çdo muaj, çdo ditë është diçka e re. Dhe unë besoj fuqishëm. Zoti e ka ndarë kohën. Nëse koha nuk do të ndaj, atëherë do të ishte gjithmonë çohu ngriu, shko në punë, haj në shtëpi, por nuk do kishte ditë, javë, muaj, vit, nuk do kishte stin. Unë besoj ka qenë vullneti i Zotit që i ka ndarë muajt, që i ka ndarë vitet, që i ka ndarë stinët, dhe në kohë të caktuara Zoti derdh një bekim të caktuar. Dhe për çdo kohë duhet një kod i caktuar për të bërë pjesë e asaj misioni që Zoti ka. Në çdo kohë Zoti ka pasur njerëzit e vet që i ka përdorur. Dhe të gjithë duhet të kishin një kod. Dhe nëse ti do të shikosh për shembull, unë kam ndjekur disa predikime të Katrin Kuhlman, ku është pagzuar Benny Hinn edhe shumë të vajosur, dhe në të njëjtën kohë me ta ka qenë Derek Prince, ka qenë Kenneth, kanë qenë, dhe po ti dëgjosh predikimet e tyre, janë pothuajse të njëjtës vajosje. Janë pothuajse të njëjtë, aty të duket sikur i dëgjove edhe tek tjetri. Pse? Sepse është e njëjta frymë. Ata ishin për atë kohë. Ishin për atë kohë. Pra, në çdo kohë, Zoti ka të vajosurit e tij dhe jep kodet speciale shpirtërore për t'u bashkuar me te. Dhe unë dua të them, tani është koha e ringjalljes botërore, ndërbotërore, ndërkombëtare. Nuk është një vajosje për ringjallje vetëm të popullit shqiptar, por është një ringjallje ndërkombëtare dhe Zoti ka zgjedhur që asnjëri si ka llogaritur. Që as vetë ata nuk e kanë llogaritur. Unë kurrë në jetën time nuk e kisha llogaritur që do vinte kjo kohë. Asnjëherë. Dhe kështu si mua, kam dëgjuar dhe shumë të tjerë që kurrë nuk e kishin llogaritur. Dhe Zoti në çdo gjë ka rrugët e veta. Dhe kjo është koha e ringjalljes. Zoti do që të përdor ty. Zoti do që të na përdor të gjithëve. Dhe sekreti është të duhet kodi. Të duhet kodi për të bashkuar një me këtë ringjallje. Dhe kodi është koha e ringjalljes. Unë jam pjesë e kësaj ringjallje. Unë jam ena e Krishtit që Zoti do përdor në këtë ringjallje. Dhe nëse do, shtodhe unë roj për Krishtin. Dhe lere Zotin të transformoj. Lere Zotin të ndryshoj qëndrimin e zemrës tënde. Lere Zotin të japi formën që ai do. Dhe bëu pjesë e kësaj ringjallje. Lutu për njerëzit, kudo që je. Unë do të lutem sot për lëshimin e vajosjes mbi ty. Çdo gjë që Zoti më ka dhënë, nuk më ka dhënë ta mbaj për vete. Unë nuk jam një pastore që ka një kish në terren edhe dua të rrit kishën time, të shikoj delja ime. Jo të dashur. Mua Zoti më ka zgjedhur të jap për të gjithë. Të merrni vajosjen dhe të bëheni pjesë e saj dhe t'i shërbeni Zotit. Zoti ka nevojë për ty. Të punosh në tim me te. Të punosh në tim me Zotin. Ti jesh një me te. Ty të duhet thjesht të thuash, është koha e ringjalljes,
unë jam pjesë e kësaj ringjallje dhe unë jam ena që Zoti do përdor për këtë ringjallje. Dhe tashmë ti je futur në atë pjesën shpirtërore ku shpirti i ringjalljes rrjedh. Dhe kryesorja është ty të duhet një mbrojtje shpirtërore. Nëse nuk je në një mbrojtje shpirtërore, ti nuk ju reziston dot sulmeve. Qëndro në kishën online. Zoti e ka zgjedhur këtë kishë, i ka dhënë një mbrojtje speciale. Ju e dini shumë mirë, luftrat që ka kaluar kjo kishë nuk i ka kaluar asnjë. Dhe çfarë ka ndodhur pas çdo lufte? Zoti na ka ngritur në një nivel më të lartë. Sepse është Zoti ai që e ka zgjedhur këtë kishë. Dhe kur Zoti të zgjedh, armiku kur nuk fiton, por ai lufton me Zotin. Dhe është gjithmonë i humbur. Kur Zoti e ka derdhur një vajosje, ai di të mbroj. Ai di të luftoj me çdo që lufton kundër këtij misioni. Çdo kush e ka përdorur i ligu kundër nesh, edhe ata që ne i quajtëm besnik, edhe ata që ne hengrëm bukë me ta, djalli i përdori të nisin shpata, sulme, por në fund, Zoti gjithmonë fitoj. Sepse është Zoti që na ka zgjedhur. Nëse unë nuk e dija që është Zoti që na ka zgjedhur, unë nuk do t'u kisha rezistuar dot këtyre sulmeve, lëndimeve, goditjeve, sidomos nga njerëzit që ti i do me gjithë zemër. Dhe unë dua të them, është Zoti, kur Zoti zgjedh, askush nuk e ndalon planin e tij. Dhe qëndro atje ku është mbulesa shpirtërore. Pa mbulesë shpirtërore është shumë e rrezikshme në këtë botë të egër. Qëndro në kishën online, ji besnik i kësaj kishe. Ji besnik, ti mund të vesh në një kishë në terren. Okej? Por aman, ti thua unë jam vete në kisha në terren. Por jam edhe e kishës online sepse jam pjesë e kësaj ringjallje. Ne jemi zgjedhur për këtë ringjallje. Edhe ti nuk je kot këtu, ti nuk je rastësit e kjo kishë. Dhe ti duhet të dish të identifikohesh si pjesë e kësaj kishe, në botën shpirtërore. Dhe pastaj Zoti lufton për ty. Mos harro Mojsiun e kishte zgjedhur Zoti. Dhe kur u ngrit Mirjani me Aronin, luftoi Mojsiu? Jo. Më keni parë mua të luftoj me ndonjë? Jo. Pra Zoti luftovi. Kur Zoti të zgjedh, ai di dhe të mbroj dhe të udhëheq gjithçka. Gjithmonë do kesh sulme. Ti shërbesh Zotit, do kesh sulme sepse ti i rrëmben Satanit territori. Por unë dua të them çfarë do lloj sulmi që të kesh, Zoti është më i madh se çdo i madh i kësaj bote. Unë dua t'ju them, të shtunën unë bëra konferencë në gjermanisht. Ju nuk mund ta imagjinoni mesazhet, kërcënimet që unë ka marrë nga pastor, jo nga bota, në gjermanisht, gjerman. Pastor, ku e gjen ti të drejtën, pse i ve live, çfarë do ti të tregosh me këtë, që vetëm ty të pas ka zgjedhur Zoti, edhe nes na ka zgjedhur, pse del ti live, shko në vendin tënd beje këtë gjë, vendi jot ka më shumë nevojë se Gjermania. E dini ju çfarë lufte? E dini ju? Por pikërisht kjo luftë mua më tregovi që unë jam e zgjedhur dhe këtu. Zoti është me mua. Oke? Dhe ti duhet ta dish, ti nuk duhet të merresh me armiqtë tu. Nëse ti do të merresh me armiqtë tu dhe lejon këdo të flasin në jetën tënde, këdo të ketë autoritet në jetën tënde,
Atëri ligu do t'i përdor ata për të vjedhur bekimin dhe zgjedhjen tënde. Unë dua të them ty, lerja armiqte tu Zotit, dhe më kryesorja bekoj. E diti, kur unë i lexoja mesazhet, Zot bekoj. Bekoj, Zot, bekoj. Edhe shumica kam qeshur me të madhe. Me të madhe. Sepse unë e di, nuk po luftojnë kundër meje. Edhe unë dua të them ty, nëse njerëzit të thonë, po u bere ti moj. U bere ti të flasësh për Zotin, u bere ti të shkruash për Zotin. Çfarë do lloj sulmi që të kesh? Unë dua të them, lavdia e Zotit do jetë më e madhe mbi ty. Mbaj syt tek Zoti. Mbaj syt tek Zoti. Po shqiponja. Edhe e dini ju më të fortën, ata pastorët që më shkruan mua, janë gjithë ditën live. Gjithë ditën. Një ditë këtu, njërë para dite, njërë mbas dite. Pikërisht ata që më shkruan. Sepse Zoti zgjedh zemrat. Mbajni zemrat të përullura. Ndoshta ty të duket dikush krenar, por Zoti i njeh zemrat. Dhe unë dua të them, ruaje zemrën në Zotin. Ji i përullur përpara Zotit. Mbaje zemrën gjithmonë për t'i dhënë lavdi Zotit. Gjithmonë. Gjithmonë. Unë dëgjova në konferencë në që bëra dëshmi që nuk i dija, për shembull, një vëlla në besim kishte nisur vajzën sepse i kishte thënë, Alketa bën një konferencë, shko, sepse kur mami jot kishte kancer në gjëndra tiroide, kam telefonuar Alketën, është lutur dhe mami jot sot është e shëruar. Ajo erdhi, nuk më njifte mua. Ajo mori çlirim lavdia i qof Zotit, sa të bekuar, sa e bekuar ishte si ajo, si shoqja e saj, Vjollca, ishin kaq të bekuara. Pra, ajo erdhi sepse babi saj i kishte thënë, mami jo të shëruar nga kanceri, kur ajo vajzë është lutur. Sa dëshmi unë nuk i di fare. Edhe gjithmonë, i them zemrës time, përullu. Përullu për para Jezus Krishtit. Gjithë lavdin le ta marrë Jezusi. Bëuni gati t'i jepni lavdin Zotit. Në çdo gjë jepjani lavdin Zotit. Në çdo gjë falenderoni Zotin sepse ato nuk janë gjëra mishërore. I bën vetëm shpirti i Zotit. Amen, Suzana. I bën vetëm shpirti i Zotit këto gjëra. Nuk mund t'i bëj njeriu. Janë gjëra që nuk i bën dot njeriu. I bën shpirti i Zotit. Pra kur i bën ai, atëherë çfarë kurore mund të mbajmë ne? Më thuaj. Çfarë kurore mund të mbajmë ne mbi kokë kur vetëm Zoti shëron? Vetëm Jezusi çliron. Vetëm Jezusi ja hap syt të verbërve. Vetëm Jezusi ja hap veshët të shurdhërve. Vetëm Jezusi shëron dhe çliron, vetëm Jezusi. Atëherë, çdo kuror që i kemi vënë vetes ose na i kanë vënë të tjerët, ja vlen ta heqim e ta hedhim poshtë këmbëve të Jezusit. E të themi, ty Zot dhe vetëm ty Jezus, të përket nderi dhe lavdia. Vetëm ty. Vetëm Jezusi. Vetëm Jezusi. Sepse vetëm ai i bën. Dhe ai të fton ty të jesh një vegle tia. Të jesh tempulli i tij. Që ai të rrjedh në përmjet teje dhe të vadit
arat e thata dhe të coptuara. Dhe të vijet përsëri. E di, 3 vjet nuk ishte rënë shi në Izrael. Dhe ishte Elia shkaktar. Sepse Elia ja dha zemrën Perëndis dhe dinte të jetonte për të. Elia u lut dhe qielli u mbyll. Elia u lut dhe qielli u hap dhe u vaditën arat që ishin tharë dhe uria mbretëronte. E diti sa uri e madhe është për Zotin, për gëzim, për jetë. Njerëzit janë kaq të uritur për paqe, kaq të uritur për shëndet, kaq të uritur për gëzime. Dhe ti je Elia që Zoti ka zgjedhur. Ti je Elia që Zoti të ka dhënë çelësat e qiellit dhe të tokës. Që ti të lutesh dhe shiu të bjerë mbi çdo që ti lutesh. Është koha të deklarosh, është koha e ringjalljes. Unë jam pjesë e saj. Unë jam një vegël e Zotit këtu në tokë. Krishti ron në mua. Është koha e ringjalljes. Ky është kodi. Unë jam pjesë e saj. Zoti dëshiron të vaditi nëpërmjet teje. Amen. Edhe një gjë që unë dua t'ju them është që si ta ruani çlirimin dhe shërimin. Çlirimi dhe shërimi ruhet kur qëndron në Zotin. Qëndroni në Zotin. Rinovoni mendjet tuaja. Kur i ligu vjen dhe troket dhe thot, më kujtohet një vajzë që Zoti ja shërovi syt, komplet. Dhe 3 muaj më vonë, asaj i ku përsëri shikimi. Pas 3 muajsh. Dhe kur ajo erdhi, ta më iku prap. Më fal, qa bëre ti këto 3 muaj? E dini qa kishte bërë? Sepse i kishte munguar, se nuk kishte vajtur në për diskoteka. Çdo ditë, tha, kam shkuar, kam dal, kam pirë, kam festuar, sepse më kishin ikur kohë. Ajo nuk kishte qëndruar besnike në Zotin. Atëherë djalli kishte të drejtë t'ja vidhte përsëri. Ruajni bekimet në Zotin. Qëndroni në Zotin. Mos I jepni më sytë tuaj për të shikuar ato që Satani ju jep për të parë. Mos I lini veshët tuaj nëse janë shëruar veshët tuaj. Mos I lini veshët tuaj të dëgjojnë gjëra që nuk janë nga Perëndia. Shenjtëroni jetët tuaja në Zotin. Qëndroni të pastër në Perëndin. Nëse ke gënjur, mos gënje më. Nëse ke mashtruar, mos mashtro më. Nëse ke vjedhur, mos vidh më. Nëse ke përshçar, mos përshça më. Nëse ke shpifur, mos shpif më. Nëse ke bërë keq, mos bëj më. Hiq dorë nga çdo derë e hapur e të ligut në jetën tënde. Dhe ruaje jetën tënde në Zotin. Mos e lejo të ta vjedhi më bekimin që Zoti ta ka dhënë. Dhe fjala thot, doja të lexoja Biblën, po s'kam dritë. Unë jam tani nga vajza ime, pra unë kam ardhur me pushimen e vajza ime, edhe, si që shikoj, unë kam vetëm një dritë të vogël atje,
Edhe nuk e lexoj dot tani, se është shumë errësirë. Do ta provoj një kështu. Doja të lexoja. Thot Gjoni 10, rreshti 11, që thot: Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet. Dhe shikoni se çfarë thot një fjalë tjetër këtu. Gjoni 10. Në të vërtet, unë po ju them. Ai që nuk hyn në përderën e vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Kushte kush hyn në përderë, është bariu i deleve. E dini ju çfarë kuptohet me këtë rresht? Ndoshta ti asnjëherë se ke kuptuar çfarë do të thotë konkretisht ky rresht. Bekime Olta, lavdi Zotit për ty. Lavdia i qof Zotit. Edhe Olta shkruan, jemi bekuar shumë në kjo konferencë, edhe unë jam bekuar shumë me ju. Lavdi Zotit. Pra, ti je e bekuar, motrajme. Gjithë familja jote është e bekuar dhe e zgjedhur, lavdi Zotit. Pra, dëgjoni pak. Zoti thot që ai që futet fshetas është djalli. Dhe unë dua të them sot që djalli nuk vjen ty të konfrontoj drejt për drejt. Ai nuk vjen të thot do të marrë shëndetin, do të marrë paqen, do të vjedh familjen, ja. Ai vjen dhe të fut ty mendime një çik kështu, kundër jetës, kundër familjes, kundër të ardhmes tënde. Ai nuk vjen drejt për drejt, prandaj Jezusi thot. Jezusi vjen drejt për drejt. Ai thot, unë jam dera e vërteta dhe jeta. Okej? Jezusi vjen në ta thot tull drejt për drejt. Djalli nuk vjen dhe të thot që unë jam vdekja, unë jam shkatërimi, unë jam ai që vret, unë jam ai që shkatroj, unë jam ai që të shkurtoj jetën. Nuk vjen ai kështu. Sepse identiteti ti është kjo. Ai vjen indirekt. Duke të thënë, jetë koti. Duke të thënë, të riqu kotë saron. Ai vjen indirekt. Ai nuk vjen të thot, unë jam vdekja. Se ti do t'i thuash vdekje shpor. Ai nuk vjen të thot, unë jam sëmundja, se ti do t'i thuash shporu sëmundje nga mua. Por ai vjen indirekt, ai vjen kështu me gënjeshtra. E të thot, shikon qik po të dhem një qik barku, nga barku do vdesësh ti. Duket kjo. Edhe avash ta bën ty identitet, dhe ashtu ndodh. Dhe ashtu ndodh. Prandaj unë dua të them, një zërin e bariu tënd. Dhe bariu jot thot, në te, ai është bariu i mirë, ai vjen drejt për drejt, dhe fjala thot, unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Do të hyj dhe do të dalë, dhe do të gjej kullot. Pra fjala thot që Jezusi është dera, jeta dhe e vërteta. Dhe kushdo që futet në të, do të gjej kullot. Pra do të thot që do të gjej gjithë shka që ka nevoj. Gjithë shka që ty të duhet, që t'jetë bekim për ty, është në Jezusin. Futu në Jezusin, qëndro në Jezusin, ndiq Jezusin, dhe ai që futet kështu, ti do t'ja njohësh zërin dhe do t'ja mbyllësh derën. Ndiqni zërin e Jezusin. Në te është jeta, mirësia dhe bollaku. Në emrin e Jezusit. Një motër u lut dhe tha, ma shto besimin. Ti e ke besimin. Një motër erdhi në këtë konferencë dhe më tha mua në vesh, Alketa tha, diçka në mua e urren Zoti.
Edhe urrej çdo gjë që ti thua për Zotin. Edhe unë nuk besoj. Mendoja ajo kishte ardhur nga Kassel, më duket 5 orë, udhëtim, nuk e mbaj mend, po më duket Kassel sa larg është 5 orë më duket. Kishte ardhur 5 orë udhëtim, dhe djalli i thoshte në mendjen e saj që ti nuk beson, që ti nuk e do Zotin, që ti e urren Zotin. Edhe unë i thash, më fal motra ime, kjo nuk është e vërtet. Sepse nuk është e vërtet. A vjen një njeri që nuk beson 5 orë me tren? A vjen një njeri që nuk beson 5 orë për të prekur nga Zoti? Jo. Thash, kjo është një gënjeshtër e Satanit. Ti beson, prandaj erdhe. Ti beson, sepse prandaj e more gjitha të rrugë. Ti beson, prandaj e këtu. Edhe nuk është e vërtet që ti nuk e do Zotin. Nuk është e vërtet se ti e urren Zotin. Këto nuk janë mendimet e tua. Nuk je ti. Ky është zeri i atij që futet fshetas. Unë dua të të them ty, ti e ke mundur botën. Ti e ke mundur Satanin. Ti beson që Jezus Krishti është Zot. Ti beson që Jezus Krishti erdhi në barkun e Marias. Zoti erdhi në barkun e Marias. Ai lindi nga një grua. Ai u mbush me shpirtin e shenjtë në moshën 30 vjeç. Ai pagoi në kryq për mëkatet e tua, ai vdiq ditën e tretë u ringjall. Ti e beson këtë gjë? Atëherë më thuaj, si mund të besosh ti që ti nuk ke besim? Thuaj një njeriu që nuk është zgjedhur për të qenë një bir i Perëndis. Thuaj ti këtë gjë. E do thonë, çfarë thot kjo më mbush kjo? Sepse nuk e ka besimin. Ti e ke besimin. Prandaj, as një gënjeshtër, ku thot i ligu që ti nuk beson, ti se beson këtë gjë, ty të mungon besimi që ti jesh i shëruar, ti shërohesh se të mungon besimi, ti nuk shërohesh sepse s'ke besim, ti nuk i merr këto gjëra sepse s'ke besim. Unë dua të them, këto janë vetëm gënjeshtra. Ti e ke besimin. Ti beson në Krishtin Jezus, prandaj ti e ke besimin. Përderisa ti e ke mundur të ligun me besimin tënd, duke e bërë Jezusin Zotin e jetës tënde, atëherë nuk ka asgjë tjetër që ti nuk e beson. Ti i ke të gjitha në Jezusin. Ti e ke mundur botën. Ti e ke mundur Satanin. Sepse ti beson në atë që këtu është shkruar. Ti e beson. Prandaj, ku ishe më Sofia? Dritë në dush. Pra, ti e beson. Dhe kjo është e vërteta. Mos i beso gënjeshtra. Mos i beso gënjeshtrat e të ligut. Ti e ke mundur Satanin. Që ditën që ti besove që Jezus Krishti është Zot. Thuaj në qikë. Unë e kam mundur Satanin. Unë e munda Satanin. Sepse unë besoj që Jezus Krishti është Zot. Unë e munda botën. Unë e munda botën. Sepse unë besoj që Jezus Krishti është Zot. Atëherë çdo gjë tjetër që më duhet, mua nuk më mungon besimi. Mua nuk më mungon besimi. Unë e kam besimin për gjithçka. Unë e kam besimin për gjithçka. Ti e ke besimin. Ti e ke besimin. Ti e ke besimin jo vetëm për vete, por dhe për të tjerët.
ti ke besimin që ishte në Jezusin, përderisa Jezusi është Zoti jot, atëherë ti ke të njëjtën besim që kishte Jezusi. Dhe Jezusi e kishte besimin dhe për të tjerët. Ai lutej dhe ata shëroheshin. Ai lutej dhe ata çliroheshin. Sepse ai e kishte besimin dhe për të tjerët. Dhe ti e ke besimin dhe për të tjerët. Kjo është e vërteta. Besimi jot është i madh, shumë i madh. Dhe ti e ke besimin, jo vetëm për veten tënde, por edhe për të tjerët. Besimi jot është i madh sa të lëvizësh malet. Ti thuash malit, shkulu dhe e hidhu në mes të detit. Dhe ai do të të bindet. Do të të bindet. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, unë çliroj sot vajosjen e shërbesës për ty. Në emrin e Jezusit. E çliroj sot vajosjen e shërbesës mbi ty. Tani, Zoti punon në çdo live, nga live-et janë shëruar njerëzit, janë çliruar njerëzit, janë bekuar njerëzit, por njëkohësisht edhe janë vajosur. Edhe në emrin e Jezus Krishtit unë çliroj sot vajosjen mbi ty. Në emrin e Jezusit, që ti të bësh pjesë e kësaj ringjallje, edhe të shërbesh në zjarr dhe pushtet dhe dashuri në Krishtin Jezus. Në emrin e Jezusit. Dhe unë lutem që Zoti të transformoj qëndrimin e zemrës tënde. Ta mbushi me dashuri për njerëzit. Ta mbushi me dashuri për të humburit. Ne nuk sundojmë duke kontrolluar njerëzit. Kontrolli nuk është nga Zoti. Ne nuk sundojmë duke i kontrolluar njerëzit. Ne sundojmë duke i dashur njerëzit. Ne sundojmë nëpërmjet dashurisë. Duke dashur të pa dashurin, duke falur atë që se meriton faljen. Duke shpresuar atje ku nuk ka shpresa. Duke çuar jetë atje ku është deklaruar vdekja. Në emrin e Jezusit. I vajosuri është goja e Perëndis këtu në tokë. Dhe ti je goja e Perëndis këtu në tokë. Në emrin e Jezusit, sepse shpirti i Perëndis jeton në ty. Filloni dhe shërbejini Zotit. Flisni me kolegët tuaj, flisni me shoqet tuaja, flisni me shokët tuaja, flisni për Zotin. Shumë njerëz mendojnë nuk duhet të flas sepse jam në punë dhe kështu e humbasin punën, sepse Zoti të ka çuar në atë punë për t'i dhënë lavdi Zotit. Më kujtohet një vajzë që ishte mjeke edhe kërkovi kaq shumë që Zoti ta vinte në një punë, Zoti e vuri. Dhe unë i thash Zoti do të çojë në atë vend që ti do për lavdinë e tij. Dhe kur unë e telefonova dhe i thash e dashur, ai u flet për Zotin, lutu për njerëzit, kur vin tha ual këta ne jemi në punë shteti këtu, çush do të ashtu? Thash okej, Zoti e di, e humbi punën. Një motër tjetër më tha, dua të vi me bashkim familjar në Gjermani me punën time si infermiere, edhe lutet ma bëj Zoti mbar, dhe i thash okej, premtoj Zotit që puna jote do të jetë një zyrë për te, edhe atje ku do të jesh, do të flasësh me njerëzit për Zotin. Edhe kur erdhi, nuk më mori kurme në telefon, nuk më tha kurme, vetëm nga të tjerët e mora vesh që Zoti beri të pamundurën për jetën e saj, ja hapi rrugën, ja dha të gjitha, edhe vetëm se tani dëgjova që ishte vërë komplet bllokim dokumentash dhe kthim dhe ndarje. Të dashur, mos e lini të ligun të vjedhi bekimet tuaja. Nëse Zoti ju çon në një punë, ju çon për lavdinë e tij. Nëse Zoti ju hap një rrugë, ja u hap për lavdinë e tij. Nëse Zoti të ka vënë në punë në shtet, të ka vënë për lavdinë e tij. Kudo ti je për lavdinë
e Zotit. Shërbej Zotit në lavdi aty ku të ka çuar. Ai të ka mbushur me shpirtin e tij për të përdorur ty si gojën e tij. Prandaj shërbejini Zotit kudo që jeni. Shërbejini Zotit. Dhe ju do t'jeni gjithmonë lart dhe kur poshtë. Ju do t'jeni gjithmonë koka dhe kur bishti. Asnjëherë nuk do t'jeni bishti. Prandaj shërbejini Zotit. Shërbejini me një zemër të gëzuar. Shko në punë duke thënë Zot, kë njeri do më sjellësh sot ti flas. Kë do takoj sot në autobus që ti them Zoti të do ty. E dini ju sa njerëz presin, më do njeri, s'më do njeri. Sa njerëz presin vetëm një fjalë që të thonë dikush më do. Sikur të kisha në fëmirin time një njeri të paktën, të më kishte thënë Alketa, të dua. Një njeri të ma kishte thënë, një. Jeta ime do të kishte qenë ndryshe. Jeta ime u transformua pikërisht në momentin kur a ish një person që kishte dërguar Zoti, më tha Jezusi të do ty. Transformovi jetën time ajo dashuri qiellore. E diti si puna ime sa zemra ka që janë duke menduar djalli u ka bërë vdekjen më të ëmbël se jeta. E diti sa të rinj, sa adoleshent djalli u ka bërë jetën të hidhur. E dini ju, ishte një nen në këtë konferencë që ajo kishte shumë konflikte me vajzën e saj 15 vjeçare dhe kishte vendosur të jetë të fund të jetës nga se nuk po përballonte dot stresin me vajzën. Dhe kishte dëgjuar për këtë konferencë, tha okay, po shkoj. Dhe Zoti zbulovi sekretet e zemrës së saj. Tha mos e vra veten. Unë të dua ty. Bashk doja dalim në gjithë shka. Një fjalë unë të dua nga Zoti. Dhe transformovi jetën e saj. Të dashur motra dhe vëllezër, është koha e shërbesës tënde. Ka kaq shumë vesh që janë duke pritur një fjalë. Zoti më dha. Nuk jam vetëm. Nuk jam vetëm në këtë situatë kaq të rëndë. Nuk jam vetëm me fëmijët e mi. Nuk jam vetëm në këtë situatë me burrin tim. Nuk jam vetëm në këtë situatë me financat e mia. Nuk jam vetëm. Zoti është me mua. Zoti më do. Dhe Zoti do që goja jote të flasë. Zoti do që goja jote të hapet e ti shërbesh Zotit në rrugë. Ty nuk të duhet se zben të jesh në kish. Në kish ka ardhur ai që e di rrugën. Okej? Në kish ka ardhur ai që e di rrugën. E njeh Jezusin. Po sa njerëz janë në rrugë që nuk e njohin. Nisja u miqve të tu kishën online. Ndaje faqen e kishës online. Çoje tek njerëzit e tu. Çoje tek ata që ti mendon që kanë nevojë. Sa jetë janë shpëtuar vetëm se janë futur tek kjo kishë. Më kujtohet një vajzë, kishte 2 fëmijë. Edhe ajo kishte bërë gati të vriste veten edhe 2 fëmijët. Pastore Eli është dëshmitare, se e kemi takuar personalisht. Kishte bërë gati vdekjen
e saj pranvera. Eli nuk ka qenë, më duket, brenda kur jemi lutur për këtë. Ana ka qenë pranvera. Pra, se si ajo kishte bërë gati që do të vriste fëmijët dhe vete. Pse kishte rënë atë situatë? Burri ishte futur në burg dhe ajo mendonte nuk kam më shpresa. Nuk ja dal me. Por kur dëgjovi për dashurinë e Zotit, zgjodhi jetën. Fëmijët shpëtuan, sepse do ju ikte jeta dhe fëmijëve, sepse ajo nuk po dinte ku ishte vendi i saj. Me gjithë zemër ja u them. Ne jemi përgjegjës, si thot Zoti i thot Ezekielit, nëse ti ju flet njerëzve dhe kthehen, ti në janë, po, ti je i falur. Por nëse ti nuk ju flet njerëzve, nuk ju tregon kush jam unë, atëherë ti do të dënohesh. Pra ne dënohemi nëse ne e kemi thesarin dhe nuk e japim. Shumë të krishterë kërkojnë të marrin pozicionin dhe vajosjen në kish. Ti shërbejnë Zotit në kish dhe dalin mbi autoritetet. Por kisha ka autoritetet e veta. Ti duhet ti ungjillizosh vetë njerëzit, në rrugë, në autobus, në punë, e ti sjellësh në kish. Të lutesh për ta, Zoti të ka dhënë dhuntin e shërimit, të çlirimit, por njerëzit duan një kish pastaj që të qëndrojë. Çojini në kishat në terren ku janë, ku keni. Dhe më kryesorja, futini te kisha online. Kjo është kisha e zgjedhur për këto kohë. Është bekimi. Futini që të kenë ku të rriten shpirtërisht dhe të qëndrojnë. Sa njerëz që i kam takuar, i kam folur, që kanë ardhur të shkatëruar. Sot, ata janë apostuj që i shërbejnë Zotit. Që i shërbejnë Zotit. Ju duen në rrenjë që çfarë do lloj stuhie të vi, të mos të shkulli. Kur një filis është i voçkël, çdo erë e thyen. Po kur është i mbjell në tokë të mirë, i qëndron dhe stuis më të madhe. Fidaje lavdi Zotit ja ku e ke kishën online. Futuni në Facebook ku e kemi kisha online Jezus Krishti është Zoti i gjithë shqiptarëve. Ne jemi që në orën 6 me pastor Nikun live edhe deri në 12 të natës me Leonorën. Është kaq e bekuar. Dhe sot unë lutem në veçanti, më vjen në zemër të lutem për punë. Në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem për të gjithë ata që janë pa punë në moment. Në emrin e Jezus Krishtit, të gjithë ata që kanë bllokime në punë, që janë bllokuar financat, gjithë ata që janë duke kërkuar punë dhe nuk po gjejnë. Në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot për zhbllokimin e punëve tuaja. Në emrin e Jezus Krishtit unë zhbllokoj sot punët tuaja. Zhbllokoj sot çdo gjë që pengon që të mos filloni punë, çdo gjë që pengon që të mos jeni të bekuar në një punë të bekuar, unë ju ndaj sot. Ju ndaj sot nga çdo mallkim. Ju ndaj sot nga çdo magji. Ju ndaj sot nga shpirti i ngerçit dhe i bllokadës, në emrin e Jezusit. Ju ndaj sot në emrin e Jezus Krishtit nga gjithçka që ju vjedh punët tuaja. Në emrin e Jezusit. Dhe çdo punëtor i Satanit
që e përdori ligu për të profetizuar kundër teje, për të thënë fjalë kundër teje, të mos ketë më sukses në emrin e Jezusit. Unë çbllokoj tani punët tuaja dhe të fëmijëve tuaj, punët tuaja dhe të burrit ose nuses tënde, në emrin e Jezusit. I çliroj tani, në emrin e Jezusit. Dhe të gjitha rrugët të hapen dhe ju të keni punë të bekuara ku të jenë podiume ku të flisni për Zotin. Të jenë podiume ku ju të deklaroni që Jezusi është Zot, në emrin e Jezusit. Dhe ashtu siç e thash, ky është muaji i pranimit. Është muaji i pranimit në emrin e Jezusit. Dhe tek Zanafilla 30 është shkruar që Potifari e pa Jozefin dhe tha, çdo gjë që bën Jozefi sjell mbarësi. Ai pa që Zoti është me Jozefin. Dhe unë deklaroj sot që është muaji i pranimit në emrin e Jezus Krishtit dhe kudo do të hapen rrugët për ty në emrin e Jezusit. Dhe puna jote do të jetë bekim. Ti do të jesh i pasvendësueshëm në punën tënde. Kudo që ti je, të gjithë do ta shikojnë që ti je kaq bekim, dhe çdo gjë që ti bën ka bekimin e Perëndis. Dhe shefat e tu, ose ti do jesh vetë shef, do kesh punën tënde, kudo që ti je, edhe ti shef, për shumë nëse ti je shef vetë, gjërat e tua do të kenë një vajosje speciale. Të gjithë që blejnë e ty do të çojnë fjalët e mira në për klientë të tjerë, duke thënë çdo gjë që blej atje ka një mbarësi të bekuar, ka një efekt shumë bekus kur e fut në shtëpi. Të gjithë do të vënë re që biznesi jot është bekim. Dhe kudo që ti punon gjithashtu, të gjithë do ta vënë re në emrin e Jezusit që ti je bekim. Dhe do të shikojnë që kur ti je në punë, ti je bekim i punës. Gjithçka ecën në mënyrë të mrekullueshme kur ti je në atë punë. Të gjithë njerëzit do t'u hapen syt ta shikojnë që ju jeni bekim. Të njëjtën gjë në shtëpitë tuaja. Kudo që ju është vjedhur lavdia, i është vjedhur Zotit lavdia, në emrin e Jezus Krishtit, ky muaj do jetë muaj që gjithë pjesëtarët e familjes, gjithë njerëzit e fisit tënd, gjithë njerëzit e gjakut tënd, do të pranojnë. Zoti është me ty. Do të pranojnë. Ti je i zgjedhur i Perëndis. Do të pranojnë që ti je bekimi. Në emrin e Jezusit, sepse është koha e pranimit. Është muaji i pranimit. Dhe gjithashtu, ti vetë është muaj i pranimit dhe ky muaj ty do të hapet mendja të pranosh që ti je i vajosur. Ti je i vajosur për t'i shërbyer Perëndis. Ty do të hapet mendja të pranosh që je pikërisht biri dhe bia e dashur e Perëndis që Zoti ka zgjedhur të përdorë në këtë ringjallje. Ti do ta pranosh veten, sepse Zoti të ka pranuar, por ti do ta pranosh veten që Zoti të ka pranuar ty si veglën e tij dhe se rrjedh nëpërmjet teje. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezus Krishtit, ju bekoj. Në emrin e Jezusit. Ju them natën e mirë, sepse po e shikoj vajti ora 11, edhe mos harroni në orën 12, është Leonora. Në emrin e Jezus Krishtit Refie, unë deklaroj çlirimin e Erionit, dhe në emrin e Jezus Krishtit Refie, unë dua të them një gjë, qëndro besnike e kësaj kishe. Qëndro besnike. Dëgjo mua. Amen, Ana.
dëgjo mua, që Zoti të punoj, Zoti na merr në provë besnikërin. Qëndro ku është bekimi. Qëndro te kjo kish, i besnike këtu, ri këtu. Dhe vajosja zbret në çdo vend në shtëpinë tënde. Besnikëria është më e vlefshme se sa shpejtësia. Vendi i dur është më i vlefshëm se sa një thesar i marrë për pak momente nga vendi i gabuar. Ri besnike refia. Dhe u them këtë të gjithëve, besnikëria në botën shpirtërore është themeli që lejon të zbresin bekimet. Jini besnik. Në emrin e Jezus Krishtit vera, unë lutem për çlirimin dhe shërimin e vllajt tënd. Në emrin e Jezus Krishtit, çdo gjë që ka marrë peng shëndetin e tij, lutem për çlirim. Ajo që ndjej faktikisht vera është se zemra e tij është, lutem për çlirimin e zemrës së tij. Nga çdo idhujtari, ndjej idhujtari, nga çdo idhujtari që nuk është Jezus Krishti, lutem për çlirimin e zemrës së vllajt tënd. Lutem për çlirimin e jetës së tij në emrin e Jezusit. Dhe çdo frymë idhujtarie të humbasi çdo fuqi dhe ai të mund të marrë vërtet me gjithë zemër Krishtin dhe të shërohet në emrin e Jezusit. Dhe kudo që është marrë peng shëndeti tia, mos të ketë me asnjë fuqi, por të çlirohet tani shëndeti tia. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Amen, Miranda. Tamam. Kjo është. Amen. Amen. Në emrin e Jezus Krishtit Eli, unë lutem kundër harresës së babit tënd, frymës së harresës, edhe çdo personi kundër frymës së harresës. Një sekret të dashur, shumë njerëz, për shkakun që ju ka ikur shikimi. Okay? Në këtë konferencë ishte një grua që i kishte ikur shikimi, e dini pse? Sepse ajo kishte një burr të dhunshëm. Një burr shumë të dhunshëm që merre i çonte lekët në bixhoz, domethënë ata kishin një biznes, kishin pasur një biznes shumë të madh dhe burri e kishte shkatëruar nëpërmjet bixhozit dhe ajo gjithmonë thoshte: "Më mirë mos të shikoj fare, le mos shikoj fare, le mos shikoj që mos ta shikoj si ai bën." Dhe çfarë bëri Satani? Ja mori syt. Okej, që Zoti ja hapi përsëri lavdi Zotit. Edhe, pra, kuptoni që çdo fjalë që ne themi në botën shpirtërore, ne e kemi mbyllur apo kemi hapur jetën tonë. Dhe shumë njerëz që kanë harresën, thonë nuk dua ta kujtoj, nuk dua të kujtoj atë gjë, nuk dua të më vinë në mendje, nuk dua më ta kujtoj. Dhe duke deklaruar këto gjëra ti fton, djalli nuk nje shaka, i thotë e tha fjalën, jam këtu. Pendoni nëse i keni thënë këto fjalë. Dhe sidomos njerëzit që kanë pasur lëndime, ata e thonë shpesh këtë fjalë. Dhe më mirë të dalin gjërat në dritë edhe shpengohen jetën. Dhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem sot për të gjithë ata që shpirti i harresës i ka tunduar apo i ka sunduar. Në emrin e Jezus Krishtit lutem për çlirim të mendjes. Unë shkatroj çdo mallkim që ju vetë keni thënë, çdo mallkim ju ndaj sot, nga çdo mallkim që të tjerët kanë thënë. Çdo gjë që është deklaruar kundër jush, të mos ketë më asnjë sukses në emrin e Jezusit. Unë deklaroj neuronet e trurit tuaj komplet të rigjenerohen në emrin e Jezus Krishtit, të rifreskohen dhe t'i nënshtrohen Zotit. Autoriteti Zotit në mendjet tuaja dhe gjithçka të kontrollohet nga Zoti. Në emrin e Jezusit. Dhe çdo tharje truri që ka ardhur si pasojë e konsumit të ilaçeve të gabuara, që ka ardhur si pasojë e pickimit të rriqrave,
se dhe kafshimi i rrishrave është vërtetuar që mund t'jetë dhe shkaku i arresës, pra çdo arsye që ka qenë në emrin e Jezus Krishtit, unë të ndaj sot në emrin e Jezusit. Dhe deklaroj sot autoritetin e Zotit, rregullin e Zotit, në mendjen tënde dhe në mendjen e babit tënd dhe të gjithë pjesëtarëve të familjes tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Unë lutem për djalin tënd kundër alkoolit dhe drograve. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë thyej shpirtin e alkoolit, shpirtin e drogës dhe ndaj djalin tënd nga shpirti i gënjeshtrës dhe manipulimit. Në emrin e Jezus Krishtit. Të gjitha këto shpirtra i urdhëroj të ndahen tani. Dhe çdo shpirt manipulimi që e përdor djalin tënd për të kontrolluar gjithë familjen, e urdhëroj të ndahet tani në emrin e Jezusit. Deklaroj çlirimin e djalit tënd, deklaroj një zemër të penduar në emrin e Jezusit dhe deklaroj lirinë e tij në emrin e Jezusit. Thyej çdo magji, thyej çdo mallkim dhe çdo shpirt satanik që e përdor atë në emrin e Jezus Krishtit të thyen dhe largohen tani. Deklaroj çlirimin e tij, një zemër të penduar dhe të kërkoj Krishtin në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Haleluja. Lutem për vajzën tënde Mira, mbrojtje në emrin e Jezus Krishtit. Çdo plani të ligut të skualifikohet dhe të largohet tani. Deklaroj mbrojtje në emrin e Jezus Krishtit dhe udhëheqjen e Perëndis. Në emrin e Jezusit. Amen. Drillon njerëz jemi. Kështu që nuk jemi robota. Robotat i kanë gjitha të pastra. Neli në emrin e Jezus Krishtit, lutem për mbrojtje për ty, lutem për udhëheqje për ty, lutem për gjakun e Krishtit të bjerë mbi ty dhe të sjellë çlirim mbi ty dhe familjen tënde në emrin e Jezusit. Çdo bllokat, çdo mur i berë nga i liku të thyet dhe le të ndizet një mur i zjarrt mbrojtëse për ty në emrin e Jezusit. Amen. Lutem për mbrojtje dhe udhëheqje të Perëndis në ju dhe familjet tuaja në emrin e Jezusit. Amen. Ju bekoj, gjaku i Krishtit mburoj dhe dëgjohemi. Natën e mirë dhe mos harroni. Zoti Jezus të do ty shumë. Gjeje veten në dashurinë e Zotit. Gjeje veten në dashurinë e Krishtit. Natën e mirë. Nuk do të mbyllet